Po Gradeci ka mirëpritur për herë të parë ambasadorin e OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, i cili zhvilloi një vizitë zyrtare në qytet dhe mbajti një takim me Këshillin e Lartë Gjyqësor. Në fokus të vizitës ishte prezantimi një programi të ri që parashikon hapjen e zyrave të informimit në çdo gjykatë të vendit, një nismë që synon të rrisë transparencën dhe aksesin e publikut në sistemin e drejtësisë. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur që në çdo gjykatë të jetë një gjyq që do të ketë përgjegjësi për të folur me shtyp. Dhe kjo bëhet sigurisht me qëllim që më shumë transparencë do të ketë që publiku të jetë më mirë informuar. Gjatë qëndrimit në Pogradec, ambasadori u takua edhe me kryebashkiakun, ku diskutoi potencialin zhvillimor të qytetit dhe rajonit. Ambasadori vlerësoi natyrën dhe resurset që ofron kjo zonë, duke shtuar se ka nevojë për promovim veçanërisht në nivel ndërkombëtar. Përfitova nga rasti për ta bërë një vizitë zyrtare të parë në qytetin të bukur tuaj. Kam kaluar disa herë në Pogradec sigurisht, por është hera e parë që ta vizitoj në mënyrë zyrtare dhe kryetari i bashkisë më priti dhe kemi folur gjatë për qytetin, për rajonit, për potencial të madh zhvillimit që i keni. Keni fat të madh me një pasuri natyrore jashtëzakonshme, me liçenin, me malet, me kufi që ju jep mundësi që ashtu të ndryshme zhvillimit. Dhe për këtë të gjithë kemi folur dhe kam shprehur, kam thënë që shpresoj që do të zhvillohet edhe më tej. OSBE po mbështet gjithashtu këshillat vendor të sigurisë, një nismë ku përfaqësues të institucioneve dhe shoqërisë civile bashkëpunojnë për të adresuar çështjet e sigurisë në komunitet. Sipas Taran, siguria është përgjegjësi e përbashkët dhe roli qytetarëve apo organizatave lokale është thelbësor në proces. Ne kemi disa program ku mund ta përfshirë edhe Pogradec, për shembull ne mbështesim këshillit vendor sigurimit që janë një iniciativë shumë interesante kur institucionet zyrtare, bashkitë, drejtorit të edukimit, sigurisë, policia, etj. Së bashku me përfaqësuesit të shoqërisë civile. Vizita e ambasadorit të OSBE-s shënon një tjetër hap drejt forcimit të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve vendore dhe partnerëve ndërkombëtar, me projekte konkrete dhe mbështetje të vazhdueshme. Synimi mbetet i qartë, ndërtimi i komuniteteve më të sigurta, më transparente dhe më të zhvilluara për të gjithë qytetarët.